Me rritjen e temperaturave në Evropën juglindore dhe rifillimin e fluturimeve sezonale drejt destinacioneve me diell, ndoshta po kërkoni një alternativë për pushimet tuaja të ardhme verore, kruhet një artikull të revistës amerikane të udhëtimeve Travel of Path. Amalfi dhe vargu i fshatrave të tij shkëmbor të parafaqur nga detet e kaltra, Riviera franceze dhe Kroacia me udhëtimet e saj piktoreske bregdetare dhe pushimet në ishuj mbeten destinacionet klasike më të frekuentuara nga turistët. Por ndoshta po kërkoni diçka pak më ndryshe këtë herë, jashtë të zakonshme, ku të ndërthuret si sharmi historik, ashtu edhe shërbime moderne turistike dhe ndoshta plazhe të bukura me rërë të bardhë të ngjashme me Karaibet. Një qytet turistik në zhvillim e sipër, që zë një gji në formë patkoji, Saranda është e vendosur midis kodrave të gjelbëra të Shqipërisë, një zemër të Europës dhe detit jon me ngjyrë të kaltër. Ka shumë për të zbuluar në të gjithë Shqipërinë, por nëse është hera juaj e parë që eksploroni destinacionin për rritjen më të shpejtë në Europën juglindore, Saranda është ndoshta vendi ideal për të nisur itinerarin. Destinacioni turistik më i zhvilluar i Shqipërisë është shtëpia e një shëtitoreje krahasuar me vende të tjera të mesdheut dhe një numër monumentesh të lashta që do t'i kthejnë pas në kohë në botën e lashtë. Pikërisht në qendër të Sarandës është pranë plazhit kryesor, mund të rezervoni një apartament në muajin qershor, muajin më të nxehtë të Shqipërisë, për vetëm $52 nata, ose më e lira $23 nëse udhtoni qift. Kur bëhet fjalë për përvojën tradicionale të hotelit, Hotel Havana me 4 yje ofron dhoma me $57 nata, sorti luksoz me 5 yje, San Angela Resort dhe Spa ka një plazh privat të qetë me rër dhe zhavor, me shërbime të klasit botëror, duke përfshirë një pishinë të bukur, restorante të njohura dhe një qendër wellness, $212 nata. Në përgjithësi, Saranda ofron një vend pushimi veror evropian, krejtësisht të përballueshëm. Kostoja mesatare e një vakti në një restorant të lirë është rreth $11, kosto e transportit mesatarisht $8 në ditë, duke përfshirë autobus dhe taksit lokale. Dhe nëse jeni të kujdesshëm me buxhetin tuaj, mund ta dilni mban fare mirë me $350 për një javë. Vizitoni Ksamilin, një fshat bregdetar i krahasuar me Maldivet, që po shndërrohet ngadalë, një destinacion turistik vetëm 25 minuta larg me makinë nga Saranda. Ndryshe nga shumica e plazheve në bregdetin jon, Ksamili është i mbushur me rërë të butë dhe të bardhë, duke i kombinuar me ujërat kristalore, vilat luksoze dhe skelat piktoreske prej druri që shtrihen drejt ishujve të gjelbër në distancë, ke ofruar një pamje tropikale. Vlen të përmendet se Ksamili është zona më e vizituar e Sarandës. Përveç vijës bregdetare të mrekullueshme, Saranda është e njohur për rolin e saj si një port hyrëse në një nga rajonet më të ngarkuara historikisht të pellgut të mesdheut. Kalaja mesjetare e Lëkurësit ofron një panoramë marramense të qytetit dhe është vendi perfekt ku mund të shijoni perëndimin e diellit. Brenda ka një restorant kështu që mund të shijoni një vakt tradicional shqiptar dhe verën vendase, ndërsa shikoni perëndimin e diellit mbi detin jon.